35 vitesh në fshatin Veshdanisht është të rikthyer festa e fshatit. Një nismë ndërmarrë nga djemtë dhe banorët e Veshdanishtit bëri bashkë në qendër të fshatit qindra banor, të cilët u mblodhen për të festuar me këngë, valle dhe kujtime. Në takim u bashkuan banorë që jetojnë ende në Veshdanisht, por dhe shumë prej atyre që prej vitesh kanë ndërtuar jetën larg fshatit, brenda dhe jashtë vendit. Edhe pse familjet në fshat janë paksuar, distanca nuk ka mundur të zbe lidhjen e tyre me vendlindjen. Aktiviteti u çel nga banori më i vjetër i fshatit Zyka, i cili i kushtoi disa vargje Veshdanishtit, duke sjellë në vëmendje historinë, traditat dhe kujtimet e brezave. Unë jam Esat Zykaj, bir i lindur, rritur në këtë fshat, të ngjat jeta Veshdanisht. Ju falenderoj të gjithëve që këtë natë ta kthejmë në dritë, me zakon e tradit, t'i themi këtij vatani të ndris, të nderuar të ftuar, të dashur vëllezër e motra, ju birë dhe bia, mbesa e nipër, ju të gjithë ëmbëlsia që kemi ardhur këtu tek shenjtëria, se na mblodhi dhëmshuria, se janë e ardhmja plot lullëzim në gen të gjithë kushërinj, që në breza të bëjnë të tillë takim, se kemi arritur më të madhi qëllim. Jemi një gjak që përbën vllazërin, të kenë jetë, shëndet e mirësi, gjithë Veshdanishtiot, të kenë shëndet e lumturi, të rinj dhe fëmijë të këtij fshati, urime dhe gëzime të kemi në zemrat tona e në çdo derë, të gjithë të gëzuar. Ju faleminderit. E pranishme në këtë fest ishte dhe deputetja Brisit Daçakëri, e cila përshëndeti banorët e Veshdanishtit dhe vlerësoi nismën e tyre. Jo theksoi rëndësinë e rikthimit të vëmendjes tek fshatrat dhe zhvillimit të zonave rurale. Është takimi i parë në fakt për Veshdanishtin, që po vizitoj dhe po shikoj kaq shumë njerëz që takojnë njëri tjetrin, që çmallen me njëri tjetrin, patjetër që janë të rëndësishme, se takojnë familje, takojnë miq, takojnë breza, dhe mbi të gjitha ti rikthehesh në zonën tënde, rikthehesh në vendin ku ke lindur. Besoj që është një nga mënyrat për të qenë sa më pranë njerëzve dhe pse jo t'i kthemi traditës. Unë mendoj që duhet një vëmendje e shtuar për fshatrat dhe patjetër duhet një vëmendje e shtuar edhe për agroturizmin që ne mund të zhvillojmë fshat më fshat. Kam qenë në fakt në shumë fshatrat të lumit të Vlorës dhe i kam vizituar dhe këtu ti shikon ato vlerat që ne duket sikur i kemi harruar dhe kthesh sa më pranë njerëzve, sa më pranë familjes. Do ishte një gjë shumë promovuese për Vlorën edhe për vlerat që kemi ne në Shqipëri. Kam qenë në fshatrat e tjerë, por është e parë në Veshdanisht. Këtu kam njerëz të njojtur, lidhje krushie e tjerë, por që jam shumë e lumtur të ndodhem këtu sot. Si e shikoni, a do t'jetë edhe kjo ndoshta një zë juaj për ta çuar më tej lidhur me agroturizmin, sikur që përmendë edhe më parë, për të rikthyer vëmendjen qoftë të turizmit, por edhe të qytetarëve që të investojnë? Duhet një vëmendje e shtuar patjetër në infrastrukturë. Besoj që edhe reforma territoriale mund të ishte një ndihmës. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhi realisht. Megjithatë jam shumë fanatike e asaj paketës së maleve që të mund të kthej tokën tek i Zoti në një farë mënyrë, se kjo është ajo që ne kemi thënë dhe t'ju japim frymë ekonomive. Për Vasil Bedina, idealin e Veshdanishtit dhe presidentin e Regina Group, kjo festë është një iniciative të banorëve, por krahas ruajtjes së traditave, prioritet mbetet dhe infrastruktura. Sipas tij, ashtu si investimet dhe zhvillimi janë përqendruar në qytete, vëmendja duhet të kthehet edhe tek fshatrat, të cilat mund të shndrohen në atraksione turistike duke ruajtur identitetin dhe traditat e tyre. Në Veshdanisht, ju jeni vetë djali i Veshdanishtit. Sa të rëndësishme janë këto? Shumë të rëndësishme, është gjëja më e bukur që po ndodh jo vetëm në këtë fshat këtu, po ndodh në gjitha fshatrat e Vlorës, mbas 35 vjetëve, 40 vjetëve që jemi ndarë nga njëri tjetri. Është gjëja më e bukur që takojmë njëri tjetrin, takojmë dhe brezat e rinj që nuk i njohim. Pra me shumë kënaqësi marrim pjesë në këto takime apo në këto evente të tilla. Zoti Bedini, ju jeni edhe një ndër biznesmenët më me emër në qytetin e Vlorës. Si e shikoni idenë për të investuar në Veshdanisht, në vendin ku ju keni lindur?
jemi përpjekur, por mendoj që do t'i vi koha. Mendoj që në ditët në vazhdim do fillojmë të merremi për këtë punë që jo vetëm këtij fshati, po të gjitha fshatrat të rizhvillohen përsëri, të jenë aktive sepse shumë nga ne kemi dëshirë të kthehemi në fshatra, jo për të jetuar gjithmonë, por edhe për të pasur një ambient banimi apo një biznes të vogël, por infrastruktura është ajo që na pengon të vim deri tani. Pra, dëshira ime do të ishte që në çdo fshat të këtij qyteti, të këtij qarku, të jetë i aksesueshëm, pastaj zgjidhja e gjithë secilit ku do ta zhvilloj biznesin apo ku do të jetojë apo ku do qoftë edhe një fundjavë. Është festa e parë që bën në Vazhdanisht, është iniciative e djemve të fshatit? Është iniciative e djemve të fshatit, dhe mua sinqerisht më bëhet shumë qefi që mbas kaq vitesh e rishikojmë njëri tjetrin përsëri të mbledhur në këtë takim. Dhe jo vetëm në Vazhdanisht, po edhe në fshatet e tjera po ndodhet e njëjta gjë, që është gjëja më e bukur që mund të ndodhë një fshati, sepse shohim njëri tjetrin nëpër qytete dhe se njohim me njëri tjetrin. Pra ky është një vend edhe një fest, po edhe një ritakim me njëri tjetrin, por edhe një transferim në brezat që vinë. Keni kujtime në ky vend? Patjetër. Atë jeni dhe operatorëve turistik të jugut. Do ta ngrini zërin që investimet që janë edhe Patjetër duhet ta ngrëm, jo vetëm unë, po të gjithë duhet ta ngrëm, ajo që thash pak më lart. Fshatrat duhet të riaktivizohen, sepse në gjithë botën kështu ndodh. Pastaj çdo gjë ka të mirën e vet nga mbrapa, qoftë ekonomikisht, po qoftë edhe për shëndetin. Banorë të tjerë të Vazhdanishtit e kanë përshëndetur rikthimin e festës, duke e cilësuar si një mundësi për të ruajtur traditën dhe për ta përcjellë atë nga një brez tek tjetri. Sa vjeç? 14 jam. Po. Kishe gjumë përpara për Vazhdanishtin? Po, gjymovia, gjyshimi edhe nëna ime. Kam marrë çdo vit tu. Më pëlqen shumë Vazhdanishti, sa Vlora, kam qejf të jetoj tu. Bas kaq vite u bëm një herë bashkë. Na pëlqen edhe kjo, besoj se mund bëhet vit për vit. Unë jetoj këtu. Të gjithë personat që kanë ardhur jetojnë jashtë, jetojnë në Vlorë? Jetojnë në Vlorë, jetojnë jashtë. Janë këto festa për... Kjo është kënaqësi e jashtëzakonshme për neve. Sidomos për brezin tonë, dhe për brezat e rinj, si të njihen. Unë kam 3 djem, kanë ardhur takojnë shoqërinë këtu dhe janë shumë mallnuar. Patjetër tradita gjë, rënja është gjithmonë gjë e mirë. S'ka më mirë, kënaqësish. Takojmë shokët, kemi punuar në kooperativë, kënaqësi më e madhe. Sot ma merr mendja se çfarë të them, është një gjë e jashtëzakonshme që është bërë kjo. Edhe këta djem që kanë organizuar këtë, bravo qoftë. Bravo qoftë, iniciativë e madhe. E parë që organizohet është bërë përpara, sa të rëndësishme janë këto? Faleminderit juve që jeni pjesë e festës së Vazhdanishtit, po është era e parë që djemt e Vazhdanishtit, por miq dhe shok mblidhen bashkë edhe fillojnë këtë risi, po them, për fshatin Vazhdanishtit, takim brezash. Siç e shikoni edhe pjesëmarrja është shumë e madhe, kjo tregon që niprit, mbesat, bijtë e këtij fshati i kanë rënë këtu dhe do kthehen përsëri këtu. Po patjetër që kjo do vazhdoj, kjo festë do vazhdoj vit për vit, por ne po mendojmë për të investuar në fshat, sepse siç e pat, nëse e pat kur erdhët lart këtu, është si balkoni i Vlorës, duket Sazani, Karaburuni, edhe pse jo mos të investohet në këtë fshat, edhe pse jo mos ta kthejmë Vazhdanishtin ashtu siç është mbretëresha e këngës polifonike Labe, mund ta kthejmë edhe mbretëresh të turizmit. Jo, është të organizuar njërë dikur, po jo ka që madhe si sot. Sot unë kam, do me thënë, një kënaqësi kaq të madhe, sa që nuk e çmoj dot. Takim brezash në Vazhdanisht, sa të rëndësishme janë? Shumë e madhe. Për ne është herë e parë, ndihem shumë i lumtur, kam ardhur kastile për këtë festë, prishëm pushimet verore dhe është kënaqësi e madhe që ndodhen familjarisht sot këtu në Vazhdanisht. Kënaqësi e madhe, inshallah herë e parë, si është kjo herë e parë, qoftë dhe në era. Sa keni jetuar në Vazhdanisht, sa kohë? Unë kam ikur 14 vjeç në fshati. Po kam një nostalgji shumë lidhje të madhe me fshatin dhe më merr malli dhe për gurët. Familja jeton në Vazhdanisht apo në Vlorë? Në Vlorë. Çfarë të pëlqen këtu? Po të gjitha të mira i ka. Ka malet të mira, i ka gjitha që i do, familje i ke, jemi gjithë si vlezër këtu jemi gjithë gjak. Si shikoni këto festa kështu, sa për të takuar? Është shumë e bukur, është mblidhemi gjithë bashkë edhe është tradicionale ajo gjëra dhe tani se kam parë asë një vend, vetëm Vazhdanisht se kam parë këta. Është një gjë e mirë shumë, të njihen njerëzit se ne, po thonë se u harruam me njëri tjetrin e të moshorët, kështu që pa le më të rinj, që harruan. Dhe ky është një takim i veçantë për mua.
Bravo i qopë, ju farë. Është hera parë që ne bëjmë këtë takim brezash, është kënaqësi e madhe. Dua të përshëndes gjithë pjesëmarrësit, gjithë ata që kanë kontribuar dhe janë gjendur sot këtu dhe them që kjo traditë të vazhdojë edhe në breza. Jemi munduar që të bëjmë më të mirën, mendoj që kemi bërë diçka, kemi arritur diçka, rëndësi ka që mblodhëm dhe në ta shërbej edhe në një mangësi që nuk kemi mundësi apo se kemi parashikuar që ta realizojmë, të na shërbejnë më të ardhmen për ta bërë sa më mirë. Takimin e kanë gjallëruar dhe grupi këngës Labe të Bezhdanishtit. Këngët shqiptare janë këngët e mia, perëndeshe madhe është polifonia. Këngët shqiptare janë këngët e mia, perëndeshe madhe është polifonia. Bezhdanishti ima Takimet e brezave po rikthehen në shumë fshatra, veçanërisht gjatë muajit gusht kur një pjesë e madhe e banorëve që prej vitesh jetojnë jashtë vendit kthehen për pushime. Janë ditë kur fshatrat gjallërohen, njerëzit ritakohen dhe kujtimet e vendlindjes rikthehen përmes këngës, valles dhe traditave.